Kapitulli i 2. Populli që e njeh Perëndinë e vet. Një ditë me diell, kisha dalë shëtitje me një studiues i cili realisht i kishte humbur shanset për t'u ngjitur shkallës së suksesit akademik, duke qenë se ishte përplasur me udhëheqësit e kishës për sa i përkiste ungjillit të hirit. Mirë po kjo nuk ka rëndësi, tha ai më në fund, sepse unë e kam njohur Perëndinë, kurse ata jo. Ky koment ishte thjesht një parantezë. Ishte një koment kalimtar për diçka që kisha thënë unë, por më ka mbetur në mendje dhe më bëri që të thellohem në këtë pikë. Mendoj se jo shumë nga ne do të thoshin ndonjëherë natyrshëm se e kemi njohur Perëndinë. Këto fjalë supozojnë një përjetim të qartë dhe real, të cilin shumica prej nesh, nëse tregohemi të sinqert, duhet ta pranojmë se nuk e njohim. Ndoshta ne pretendojmë se kemi një dëshmi dhe mund ta recitojmë historinë e kthimit tonë në besim në mënyrën më të mirë. Ne themi se e njohim Perëndinë. Në fund të fundit, kjo është ajo që pritet të thonë ungjillorët, por a mund ta themi vallë pa pikë hezitimi? Dhe duke ju referuar ndodhive të caktuara në historinë tonë personale se e kemi njohur Perëndinë, dyshoj se nuk mundemi, sepse mendoj që me shumicën prej nesh, përjetimi i Perëndisë nuk është bërë kurrë kaq i gjallë. Nuk mendoj gjithashtu se shumë prej nesh do të thoshim ndonjëherë natyrshëm se në dritën e njohurisë së Perëndisë që kemi shijuar deri tani, zhgënjimet e së shkuarës dhe zemërthyerjet e së tashmes, ashtu siç bota i konsideron zemërthyerjet, nuk kanë rëndësi. Fakti i qartë është që për shumicën prej nesh, ato vërtet që kanë rëndësi. Ne jetojmë bashkë me to si kryqet tona, kështu i quajmë. Vazhdimisht zbulojmë se po rrshqasim në hidhërim, apati dhe zymtësi, ndërkohë që reflektojmë për to. Gjë të cilën e bëjmë shpesh. Qëndrimi që tregojmë përpara botës është një farë stoicizmi i thatë, i cili shumë larg nga hareja e patregueshme dhe e lavdishme, të cilën Pietri e mori si fakt të kryer, që po demonstroi nga lexuesit e letrës së tij, 1 Pietrit kapitulli 1 vargu 8. Të gjorët ata, thon miq tan për ne, sa shumë që kanë vuajtur. Kjo është pikërisht ajo që ndjejmë për veten. Mirë po heroizma të rreme private nuk kanë asnjë vend në mendjen e atyre që me të vërtetë e njohin Perëndinë. Ata nuk bluajnë kurrë në mendje si mund të kishte qenë. Ata nuk mendojnë kurrë për gjërat që u kanë shpëtuar, por vetëm për gjërat që kanë fituar. Por ato që më ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit dëm, shkroi Pali. Po me të vërtet i konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus, Zoti tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë pleh, që unë të fitoj Krishtin dhe që të gjendem në të, që ta njoh atë, Krishtin. Filipianëve kapitulli 3, vargjet 7 deri në 10. Kur Pali thot se i konsideron të gjitha dëm ose pleh, ai do të thot se jo vetëm që nuk mendon se ato kanë ndonjë vlerë, por gjithashtu që ai nuk jeton duke i pasur ato vazhdimisht në mendjen e tij. Cili është ai njeri normal që e kalon kohën duke ndëruar gjithë nostalgji për plehun? Megjithatë, kjo është ajo që shumë prej nesh bëjnë. Kjo tregon se sa pak njohuri të vërtet të Perëndisë që kemi. Njohja kundrejt të diturit. Në këtë pikë kemi nevojë që të ballafaqohemi ndershmërisht me veten tonë. Ndoshta jemi ungjillor të vërtet. Mund ta shpallim qartë ungjillin dhe mund ta nuhatim doktrinën e rreme 1 kilometër larg. Nëse na pyesim se si mund ta njoh dikush Perëndinë, mund t'ua tregojmë menjëherë formulën e duhur, domethënë që ne e njohim Perëndinë nëpërmjet Zotit Jezus Krisht, për shkak të kryqit dhe ndërmjetësimit të tij, mbi bazën e fjalës së tij të premtimit, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, përmes ushtrimit personal të besimit. Megjithatë, hareja, mirësia dhe liria e shpirtit, të cilat janë tipare dalluese të atyre që kanë njohur Perëndinë, janë të rralla mes nesh, ndoshta edhe më të rralla nga sa janë në disa qarqe të tjera të krishterë, në të cilat e vërteta ungjillore është më pak e qartë dhe më pak e njohur se sa në komunitetin tonë. Edhe në këtë pikë, duket se është e vërtet që të fundit mund të jenë të parët dhe të parët të fundit. Pak njohje e Perëndisë vlen shumë më tepër se sa shumë njohuri për të. Për ta qartësuar edhe më tepër këtë pikë, më lejoni të them 2 gjëra. E para,
Dikush mund të di shumë për Perëndin pa e njohur fare atë. Jam i sigurt që shumë prej nesh në të vërtet nuk e kemi rrokur kurrë këtë gjë. Ne dallojmë brenda vetes son një interesim të thellë për teologjin, e cila sigurisht që është një temë shumë intriguese dhe magjepsëse. Në shekullin e 17 ishte hobi i çdo zotërie. Ne lexojmë libra shtjellimesh apologjetike dhe teologjike. Ne zhytemi në historinë e krishterë dhe studiojmë besoret e krishtera. Mësojmë se si të orientohemi në shkrime. Njerëzit e tjerë vlerësojnë interesin ton për këto gjëra. Dhe shpesh na kërkojnë të japim opinionin ton publikisht për këtë apo atë çështje të krishterë, të udhëheqim grupet e studimit, të përgatisim ese, të shkruajmë artikuj dhe në përgjithësi të marrim përgjegjësi, jo formale, nëse nuk na kërkohet formalisht, që të veprojmë si mësuesi dhe arbitrat e ortodoksisë në qarkun ton të krishterë. Miq tanë na thonë se sa shumë e vlerësojnë kontributin ton, dhe kjo na nxit në eksplorimet tona të mëtejshme të së vërtetës së Perëndisë, që të mund të ballafaqohemi si duhet me kërkesat që njerëzit kanë ndaj nesh. E gjithë kjo është në rregull. Megjithatë, interesi për teologjin, njohuria për Perëndin dhe kapaciteti për të menduar qartë e për të folur mirë mbi temat e krishtera nuk është as pak e njëjtë me njohjen e tij. Mund të dim aq shumë për Perëndin sa dinte dhe Kalvini. Në fakt, nëse i studiojmë me zell veprat e tij, herët ose vonë do të dim po aq sa ai. E megjithatë, ndryshe nga Kalvini mund të them, zor se e njohim Perëndin. E dyta, dikush mund të di shumë gjëra rreth perëndishmërisë pa e njohur fare Perëndin. Kjo varet nga predikimet që dëgjon personi, nga librat që lexon dhe nga njerëzit me të cilët shoqërohet. Në epokën tonë analitike dhe teknologjike, nuk ka mungesë librash në tryezat e librave në përkisha. Nuk ka mungesë predikimesh nga foltoret që tregojnë se si të lutesh, si të dëshmosh, si ta lexosh Biblën, si të japësh të 10-ën e parave, si të jesh një i krishter i ri, si të jesh një i krishter i vjetër, si të jesh një i krishter i lumtur, si ti kushtohesh Zotit, si të udhëheqësh njerëzit e Krishti, si ta marrësh shpagzimin e frymës së shenjtë, ose në disa raste, si ti shmangesh marrjes së tij, si të flasësh në gjuhë, ose si ti hedhësh poshtë manifestimet pentakostale, dhe në përgjithësi si të përshtatesh me të gjitha format e jashtme të cilat mësuesit në fjalë i lidhin me të qenit besimtar i krishter. Nuk mungojnë as biografit që përshkruajnë përjetimet e të krishterëve në epokat e kaluara për leximin ton plot interes. Çfarëdo tjetër që mund të thuhet për gjendjen e tanishme, sigurisht që është e mundur të mësojmë shumë njohuri të dorës së dytë në lidhje me praktikën e krishtërimit. Për më tepër, nëse dikush ka një farë mase zgjuarësie, mund të jetë në gjendje që shpesh ta përdor këtë nxënje për t'i ndihmuar të krishterët e pamësuar, si edhe ata me një temperament më pak të qëndrueshëm, të stabilizohen sërish e të zhvillojnë një ndjesi vlerësimi real për telashet e tyre. Dhe kështu, të fitoj për veten namin se është goxha pastor. Prap se prap, mund t'i kemi të gjitha këto dhe të mos e njohim as pak Perëndin. Prandaj le të kthehemi aty ku filluam. Pyetja nuk është nëse jemi të mirë në teologji apo të ekuilibruar, një fjalë tmerrësisht e parehatshme. Në qasjen tonë ndaj problemeve të jetës së krishterë. Pyetja në fakt është kjo: a mund të themi thjesht dhe me ndershmëri, jo sepse ndihemi se duhet të bëjmë këtë si ungjillor, por sepse kjo është realisht e vërtet, që e kemi njohur Perëndin, dhe për shkak se e kemi njohur Perëndin, pa kënaqësia që kemi pasur ose kënaqësia që nuk kemi patur nga të qenët të krishterë nuk ka rëndësi për ne, nëse do ta njihnim me të vërtet Perëndin. Këtë do të thoshim, dhe nëse nuk po e themi, kjo është shenjë që kemi nevojë që ta ballafaqojmë veten edhe më seriozisht me dallimin mes njohjes së Perëndisë dhe thjesht të diturit për të. Prova e njohjes së Perëndisë. E kemi thënë që kur njerëzit e njohin Perëndin, humbjet dhe kryqet nuk kanë më rëndësi për ta. Ajo që kanë fituar thjesht i dëbon këto gjëra nga mendja e tyre. Çfarë efektesh të tjera ka njohja e Perëndisë te personi në fjalë? Pjesë të ndryshme të shkrimit i përgjigjen kësaj pyetjeje nga pikëvishtrime të ndryshme, por ndoshta përgjigjja më e qartë dhe më e goditur nga të gjitha na sigurohet nga libri i Danielit. Dëshminë e tij mund ta përmbledhim në 4 pohime. E para, ata që e njohin Perëndin kanë energji të madhe për të.
Në një prej kapitujve profetik të librit të Danielit lexojmë: "Por populli i atyre që njohin Perëndinë e tyre do të tregojë qëndres dhe do të veprojë." Në kontekst, kjo deklarat prezantohet nga lidhëza por dhe qëndron në kontrast me njeriun e neveritshëm. Vargu 21, i cili ngre neverin që shkakton shkretim dhe i korrupton me lajka ata që e kanë braktisur besnikrinë e tyre ndaj beslidhjes së Perëndisë. Vargu 31 dhe 32. Kjo na tregon se veprimi që ndërmerret nga ata që e njohin Perëndinë është reagimi i tyre ndaj rrymave kundër Perëndisë, të cilat i shohin se po funksionojnë rreth tyre. Ndërkohë që Perëndia i tyre po blasfemohet ose po shpërfillet, ata nuk i mban vendi. Ata ndjejnë se duhet të bëjnë diçka. Çnderimi që i është bërë emrit të Perëndisë i shtyn ata në veprim. Kjo është pikërisht ajo që shohim në kapitujt e narrativës së Danielit, ku na tregohet për bëmat e Danielit dhe 3 shokëve të tij. Këta ishin 4 burra që e njihnin Perëndinë dhe që si rrjedhim u ndjen të shtrënguar që her pas here të qëndronin hapur kundër rregullave dhe urdhrave të botës pa fe apo të fesë rreme. Danieli në mënyrë të veçantë shfaqet si ai që nuk lejoi që t'i shpëtojë një situatë e tillë, por u ndjej i shtrënguar për ta sfiduar. Për habin e kreut të eunukëve, në vend që të rrezikonte ndotjen e mundshme rituale duke konsumuar ushqimin e pallatit mbretëror, ai këmbguli për të ushqyer me perime. Danieli kapitulli 1 vargjet 8 deri në 16. Kur Dari e ndaloi praktikën e lutjes për 1 muaj dhe kush nuk binte i rrezikonte jetën, Danieli jo vetëm që vazhdoi të lutej 3 herë në ditë, por e bëri këtë me dritaren e hapur, që të gjithë të mund ta shihnin se çfarë po bënte ai. Kapitulli 6 vargu 10. Këtu mund të kujtojmë se si peshkopi Rael përkulej përpara kur ishte i ulur në stolin e tij në katedralen e Shën Palit, që të gjithë të mund ta shihnin se ai nuk kthehej nga lindja kur recitoi besorja. Gjeste të tilla nuk duhen keq kuptuar. Nuk ishte se Danieli apo edhe peshkop Rael ishte tipi ngathët dhe i prap, i cili vdiste që të rebelohej dhe që gjente lumturi vetëm duke e sfiduar qeverinë. Shpjegimi i thjesht është që ata të cilët e njohin Perëndinë e tyre janë të ndjeshëm ndaj situatave në të cilat e vërteta dhe nderi i Perëndisë po rrezikohen direkt ose në heshtje. Prandaj, në vend që të mos e prekin fare këtë çështje, ata i ballafaqojnë njerëzit me çështje në fjalë dhe kështu përpiqen të sjellin me do e mos një ndryshim zemre në lidhje me të, madje edhe duke rrezikuar veten. Kjo energji për Perëndinë nuk shfaqet vetëm në gjestet publike. Në të vërtetë, ajo as nuk fillon aty. Njerëzit që e njohin Perëndinë e tyre, mbi gjithçka tjetër, janë njerëz që luten. Dhe pika e parë ku shprehen zelli dhe energjia e tyre për lavdinë e Perëndisë është pikërisht në lutjet e tyre. Te Danieli kapitulli 9 lexojmë se si kur profeti kuptoi nga edhe njerë. Tek Danieli kapitulli 9 lexojmë se si kur profeti kuptoi nga librat te vargu 2 që kohës së parafolur të robërisë së Izraelit po i vinte fundi, dhe kur në të njëjtën kohë ai kuptoi se mëkati i kombit të tij ishte ende aq i madh sa të provokonte gjykimin e Perëndisë në vend të mëshirës së tij. Ai vendosi që të kërkonte Perëndinë, duke kërkuar me lutje e përgjërime, me agjërim, me thes dhe me hi. Vargu 3. Dhe u lut për përtëritjen e Jeruzalemit me shpirtin plot zell, pasion dhe agoni, gjë të cilin shumë nga ne as që e njohim fare. Megjithatë, fryti i pashmangshëm i njohjes së vërtet të Perëndisë është energjia për të lutur për kauzën e Perëndisë. Në fakt, kjo është një energji e cila mund të çlirohet dhe të gjejë mënyrën e uljes së trysnisë së brendshme vetëm kur kanalizohet në një lutje të tillë. Sa më tepër njohje të vërtet, aq më tepër energji. Në këtë mund të testojmë veten tonë. Ndoshta nuk jemi në pozitën për të bërë gjeste publike kundër paperëndishmërisë dhe besshkeljen. Ndoshta jemi pleq, ose të sëmur, ose jemi të kufizuar në mënyra të tjera nga gjendja jonë fizike. Mirë po ne të gjithë mund të lutemi për paperëndishmërinë dhe besshkeljen, të cilat i shohim në jetën e përditshme kudo rreth nesh. Megjithatë, nëse brenda nesh ka pak energji për lutje të tillë dhe përpasoj pak praktik të saj, kjo është një shenjë e sigurt që ende zor se e njohim Perëndinë tonë. E dyta, ata që e njohin Perëndinë kanë mendime të larta për të.
Nuk kemi hapësirë të mjaftueshme që t'i mbledhim të gjitha ato që libri i Danielit na thot në lidhje me urtësinë, pushtetin dhe të vërtetën e Perëndisë madhështor që sundon historinë dhe e tregon sovranitetin e tij në aktet e gjykimit dhe mëshirës ndaj individëve dhe kombeve sipas pëlqimit të tij. Mjafton të themi që ndoshta nuk ka ndonjë prezantim më të gjallë dhe të vazhdueshëm për realitetin e shumëanshëm të sovranitetit të Perëndisë në gjithë Biblën sesa ky. Përballë pushtetit dhe shkëlqimit të perandorisë babilonase, e cila e kishte gllabëruar Judën dhe gjasat që pas saj do të vinte një perandori tjetër e madhe botërore, para së cilës Izraeli do të dukej si një xhuxh në çdo standard krahasimi njerëzor. Libri në tërësinë e tij përbën një kujtesë dramatike që Perëndia e Izraelit është mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Është qielli ai që sundon. Kapitulli 4 vargu 26, që dora e Perëndisë është duke vepruar në histori në çdo pikë, që në fakt vetë historia nuk është gjë tjetër veçse historia e tij. Është shpalosja e planit të tij të përjetshëm dhe se mbretëria që do të triumfojë në fund është mbretëria e Perëndisë. E vërteta qendrore të cilën Danieli ja mëson Nebukadnesarit në kapitujt 2 dhe 4 dhe të cilën ja kujton Belshatsarit në kapitullin 5 vargu 18 deri në 23, të vërtet të cilën Nebukadnesari e pranoi në kapitullin 4, vargu 34 deri në 37, të cilën Dari e rrëfeu në kapitullin 6, vargjet 25 deri në 27, dhe e cila ishte baza e lutjeve të Danielit në kapitujt 2 dhe 9, që ishte themeli i sigurisë së tij kur e sfidoi autoritetin në kapitujt 1 dhe 6, ku u mbështet edhe plot besimi i shokëve të tij, kur e sfiduan autoritetin në kapitullin 3, e cila përbënte thelbin e vazhdueshëm të gjitha zbulimeve që Perëndia i dha Danielit në kapitujt 2, 4, 7, 8, 10 dhe 11 deri në 12. Është e vërteta që shumë i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve. Kapitulli 4 vargu 25 krahasohet me kapitullin 5 vargu 21. Ai i di dhe i paranjeh të gjitha gjërat. Paranjohja e tij është paracaktim. Prandaj ai do të thotë fjalën e fundit, si në historinë e botës, ashtu edhe në fatin e çdo njeriu. Në fund, mbretëria dhe drejtësia e tij do të triumfojë, sepse as njerëzit dhe as engjëjt nuk do të jenë në gjendje që ta pengojnë planin e tij. Këto ishin mendimet e Perëndisë me të cilat ishte mbushur plot mendja e Danielit, sikurse e dëshmojnë edhe lutjet e tij, të cilat janë gjithmonë treguesi më i mirë i pikpamjes së njeriut për Perëndin. Qoftë i bekuar emri i Perëndisë gjithmonë e përjet, sepse atij i përkasin dituria dhe forca. Ai ndryshon kohora dhe stinët, i ul mbretërit dhe i larton, u jep dituri të urtëve dhe dije atyre që kanë mend. Ai tregon gjërat e thella dhe të fshehta. Njeh atë që është në terr dhe drita qëndron me të. Kapitulli 2, vargjet 20 deri në 22. O Zot, Perëndi i madh dhe i tmerrshëm, që ruan beslidhjen tënde dhe dhemshurinë tënde me ata që të duan dhe respektojnë urdhërimet e tua. O Zot, ty të përket drejtësia. Zotit, Perëndisë ton, i përkasin mëshira dhe falja. Zoti, Perëndia ynë, është i drejtë në të gjitha gjërat që bën. Kapitulli 9 vargu 4, 7, 9 dhe 14. A mendojmë edhe ne kështu për Perëndin? A është kjo pikpamja jon për Perëndin që shprehet në lutjet tona? Kjo ndjesi e jashtëzakonshme e madhështisë së tij të shenjtë, e përsosmërisë së tij morale dhe e besnikërisë së tij plot hir, a na mban të përulur dhe të varur tek ai, të mahnitur dhe të bindur ndaj tij, sikurse ndodhi me Danielin? Përmes këtij testi mund ta matim edhe ne se sa shumë apo sa pak e njohim Perëndin. E treta, ata që e njohin Perëndin kanë guxim të madh për të. Danieli dhe miqtë e tij ishin burra që e vun jetën e tyre në rrezik. Ky nuk ishte guxim prej të marri. Ata e dinin shumë mirë se çfarë po bënin. Ata e kishin llogaritur çmimin. Ata i kishin marrë parasysh rreziqet. Ata ishin plotësisht të vetëdijshëm se cili do të ishte rezultati i veprimeve të tyre nëse Perëndia nuk do të ndërhynte në mënyrë të mbinatyrshme, sikurse edhe bëri. Por ata nuk u tutën nga kjo. Sapo u bindën se qëndrimi i tyre ishte i drejti dhe që besnikëria ndaj Perëndisë së tyre e kërkonte që të mbanin këtë qëndrim, atëherë nëse përdorim një frazë nga Oswald Chambers,
ata buzagaz nuk I llogaritën më pasojat. Duhet I bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve, than apostujt, tek Veprat e Apostujve kapitulli 5 vargu 29. As jetën time nuk e çmoj aq, sa ta kryej me gëzim vrapimin tim, thot Pali tek Veprat e Apostujve kapitulli 20 vargu 24. Ky ishte pikërisht shpirti I Danielit, Shandrakut, Meshakut dhe Abednegos. Ky është shpirti I të gjithë atyre që e njohin Perëndin. Atyre mund t'ju duket si tmerrësisht I vështirë përcaktimi I drejtimit që do të ndjekin, por sapo ta kenë atë të qartë, ata e përqafojnë me guxim dhe pa pikë hezitimi. Ata nuk shqetësohen nga fakti që të tjerë mes popullit të Perëndis e shohin ndryshe çështjen dhe nuk qëndrojnë për krah tyre. A ishin Shadraku, Meshaku dhe Abednegoja judejt e vetëm që e refuzuan të adhuronin statujen e Nebukadnesarit? Në fjalët e tyre, që janë ruajtur për ne, nuk na thuhet asgjë nëse ata e dinin këtë, apo edhe që ju interesonte. Ata ishin të qartë për faktin se çfarë duhej të bënin ata personalisht, dhe kjo ju mjaftonte. Me anë të këtij testi, mund ta matim edhe njohjen tonë për Perëndin. E katërta, ata që e njohin Perëndin, gjejnë kënaqësi të madhe në të. Nuk ka paqe si ajo që përjetojnë ata, mendja e të cilëve është e pushtuar nga siguria e plotë që ata e kanë njohur Perëndin e tyre dhe që Perëndia I ka njohur ata. Si dhe që kjo marrëdhënie u garanton favorin e Perëndis në jetë, përmes vdekjes dhe në përjetësi. Kjo është paqja për të cilën Pali flet tek Romakëve kapitulli 5 vargu 1. Të drejtësuar pra prej besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit Zotit ton, thelbin e së cilës ai e analizon me hollësi tek Romakëve kapitulli 8. Tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Vetë fryma I dëshmon frymën son që jemi bij të Perëndis, trashëgimtar të Perëndis, dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për ata që e duan Perëndin. Ata që I drejtësoj, ata ai edhe I përlëvdoj. Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Sepse jam I bindur se as vdekja, as jeta, as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, nuk do të mund të na ndajnë nga dashuria e Perëndis që është në Jezu Krishtin Zotin ton. Vargjet 1, 16 deri në 17, 28, 30, 31, 33, 35, 38 dhe 39. Kjo është paqja që Shadraku, Meshaku dhe Abednegoja përjetuan. Kjo shpjegon edhe kënaqësinë me të cilën ata qëndruan në bindjen e tyre përballë ultimatumit të Nebukadnesarit. Danieli kapitulli 3 vargu 15. Në rast se nuk do ta adhuroni, do t'ju hedhin menjëherë në mes të një furre të ndezur. Dhe cila është ajo Perëndi që do të mund t'ju shirojë nga duart e mia? Përgjigjja e tyre kapitulli 3 vargjet 16 deri në 18. Është vërtet klasike. O Nebukadnesar, ne nuk kemi nevojë të japim përgjigje lidhur me këtë. Nuk ka panik. Ja, Perëndia ynë, të cilit I shërbejmë, është në gjendje të na çlirojë nga furra e ndezur dhe do të na çlirojë nga dora jote, o mbret. Nderues, por të pajepur, ata e njihnin Perëndin e tyre. Por edhe sikur të mos e bënte, nëse çlirimi nuk vinte, dije o mbret, që ne nuk do të shërbejmë perëndive të tua. Nuk ka rëndësi, kjo nuk ndryshon asgjë, jetojnë ose vdesin, ata janë të kënaqur. Nuk është në dorën time, Zot. Në vdes ose jetoj. Të dua e të shërbej ty sot. Këtë veçhiri yt duhet madhuroj. Gjatë në jetofsha do të gëzoj, që dhe më gjatë të bindem ty. Në qoftë e shkurtër, pse të trishtohem vallë? Kur të ngjitem fluturimthi në përjetësi? Tërësia e kënaqësisë son është një matës tjetër përmes të cilit të gjykojmë nëse e njohim me të vërtet Perëndin. Hapat e parë. A e dëshirojmë një njohje të tillë të Perëndis? Atëherë ka dy hapa që duhen hedhur. Së pari, duhet të dallojmë se sa shumë mangësi që kemi në njohjen e Perëndis. Duhet të mësojmë që ta matim veten, jo sipas njohurisë që kemi për Perëndin, jo sipas dhuntive tona dhe të përgjegjësive që kemi në kish,
por nga mënyra se si lutemi dhe çfarë ndodh në zemrat tona. Dyshoj se shumë prej nesh nuk e kemi idenë se sa të varfër që jemi në këtë nivel. Le t'i kërkojmë Zotit që të na tregojë. Së dyti, duhet që të kërkojmë shpëtimtarin. Kur ishte mbi tokë, ai i ftoi njerëzit e zakonshëm që ta shoqëronin atë. Kështu ata e njohën atë dhe duke e njohur atë, njohën Atin e tij. Dhjata e vjetër regjistron manifestime të Zotit Jezus përpara mishërimit kur bëri të njëjtën gjë. U shoqërua me burra dhe gra në personazhin e Ëngjëllit të Zotit, që ata të mund ta njihnin atë. Libri Danielit na tregon për dy ndodhi që duken si raste të tilla, sepse kush ishte burri i katërt në furr, kush ishte ëngjëlli të cilën Perëndia e dërgoi që t'u mbyllte gojën luanëve kur Danieli ishte në gropën e tyre. Kapitulli 6, vargu 22. Tani Zoti Jezus nuk është i pranishëm me ne në trup, por në kuptimin frymëror nuk ka dallim. Ne ende mund ta gjejmë dhe ta njohim Perëndin duke kërkuar dhe duke e gjetur shoqërinë me Jezusin. Ata që e kanë kërkuar Zotin Jezus derisa e kanë gjetur, sepse premtimi është që kur e kërkojmë me gjithë zemrën tonë, do ta gjejmë atë, janë ata që mund të qëndrojnë përpara botës dhe të dëshmojnë se e kanë njohur Perëndin.